Sot unë po bëj ca reçel me boronica, që janë organike. Do t'i mbaj. Do t'i shtypim, duke i zirë dhe duke i shtyp që të bëjnë lëmë vetë. Ja, këto u zinë tani, ja si e bërë. T'i loj dhe pak. Do t'i loj të ftofen, pastaj do t'i hull mjaltin. Mjalti nuk ja hull shumë të nxehtë, piqet edhe nuk del mirë. Tani u shtof, do t'i hull edhe 3 lugë mjalt. 1, 2. Mjalti nuk duhet hedh kur është duke zise. Të humë vlerat. Kështu që t'i ketë vlerat, duhet ketë masi të marrojnë valen dhe të pushojnë pak atëherë t'ja hudhish mjaltin. Ky tani është bërë, e le dhe pak ftofet edhe da fusni një kavanos. Ja dhe reçelin unë e përfundova. Bonja dhe ju se nuk do zhgënjehi nga kjo, do del një reçel super. Bajde, galoni mirë.